ku 21 janari është ana tjetër e medaljes, ajo e drejtësisë së vonuar. Me përgjegjësit kryesor të tragjedisë që mezi u thirrën për t'u pyetur për herë të parë muajt e fundit, pas thuajse 15 vjetësh se 15 vjet bëhen sot. Unë e kam ditur dhe e kam thënë, është në shumë kronika apo intervista, që në kryet herës se 21 janari si një krim shtetëror hyn tek ajo kategori krimesh për cilat historia na mëson se drejtësia vonon shumë. Por ama nuk haron kurrë. Është shumë interesante historia e krimeve shtetërore, sepse nuk rezulton asnjë krim shtetëror i pandëshkuar. Por, nga ana tjetër, është shumë evidente në analet e asaj historie se sa shumë vonon ndëshkimi për një krim shtetëror. Por ama, edhe me orvatjen për të gjetur ngushëllim tek historia e botës demokratike ndaj krimeve shtetërore, nuk e kam menduar, them të vërtetën, që reforma në drejtësi, për cilën 20 janari si nevojë prioritare e jona për drejtësi, ka qenë njëri prej burimeve të energjisë dhe të vendosmërisë sonë për ta çuar përpara të reformë. Dhe pastaj strukturat e reja speciale, krejtësisht të pavarura që u krijuan në kuadrin e reformës drejtësi, nuk do të ngrinin, e pa imagjinueshme për mua, asnjë akuzë të vërtet për 21 janarin, as pas 15 vjetësh nga vrasjet mizore në bulevardin kryesor të Shqipërisë.